Shqipëria rezulton ndër vendet me tarifat më të larta të taksive në Europë, sipas të dhënave të platformës ndërkombëtare Numbeo. Kostoja mesatare për 1 kilometër udhëtim me tarifë standarde arrin në rreth $3.7, duke renditur vendin përpara shumë shteteve të rajonit dhe Europës lindore. Diferenca është e ndjeshme kur Shqipëria krahasohet me fqinjet e saj. Në Serbi 1 kilometër me taksi kushton mesatarisht rreth $1, në Maltë zi rreth $1.2, ndërsa në Maqedoninë e Veriut në $1. Tarifa më të ulët raportohen edhe në Rumani dhe Bullgari, pavarësisht se të dyja janë vende anëtare të Bashkimit Evropian. Kjo do të thotë se një udhëtim prej 5 kilometrash në Shqipëri mund të kushtojë disa herë më shumë se sa i njëjti shërbim në vende fqinje, duke bërë taksi një nga format më të kushtueshme të transportit urban në rajon. Ndërkohë tarifa e nisjes së udhëtimit nuk renditet mes të lartave në Europë. Sipas të dhënave të Numbeo, kostoja fillestare e shërbimit mbetet relativisht e moderuar, ndërsa diferenca krijohet kryesisht nga çmimi që aplikohet për çdo kilometër të përshkuar. Ekspertët e lidhin këtë zhvillim edhe me rritjen e fortë të turizmit. Në vitet e fundit Shqipëria është kthyer në një prej destinacioneve më të frekuentuara në Ballkan, duke regjistruar fluks rekord vizitorësh. Kërkesa më e lartë për transport, veçanërisht në Tiranë, qytetet bregdetare dhe zona turistike, ka ushtruar presion mbi çmimet e shërbimit, edhe pse tregu është zgjeruar me hyrjen e operatorëve të rinj dhe shtimin e mjeteve që ofrojnë shërbim taksi. Çmimet për kilometër mbeten ndër më të lartat në Europë. Kjo tregon se rritja e konkurrencës nuk është reflektuar ende në uljen e kostos për konsumatorët.